Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi ditën e sotme, sërish me mua Tiron Alilin, ju kërkoj shumë ndjes për gjendjen time shëndetësore, por shpresoj që me kalimin e kohës të jem në ditët më të bukura të mia. Fillimisht një herë dua të nis këtë komentim duke ju uruar të gjithë shqiptarëve urime fitore, ndoshta nuk kemi fituar me gola, por ne arritëm të fitojmë si një komb. I gjithë kombi u çua në këmbë, i gjithë kombi brohoriti, i gjithë kombi duar trokiti, edhe një herë dëshmuam se të bashkuar ne mund t'ja dalim përpara, të bashkuar ne mund të jemi më të fuqishëm se kur. Ditën e djeshme në rrjetet sociale, në Instagram dhe në YouTube, ndodhi një moment i papritur. Një marrëdhënie e cila u transmetua si një marrëdhënie shumë e bukur, një shoqëri që në fakt filluam të gjithë ta marrim zili se sa bukur po kalonin këto dy goca, se sa po argëtoheshin këto dy goca, se çfarë afërsie kishin krijuar këto dy goca, dje u shkatërua plotësisht. Do të ndaloj të flas për Fifin edhe për Eglin, dy vajzat mrekullueshme të cilat na shokuan me energjinë e tyre të bukur, me dashurinë e tyre të madhe për të sillur projekte fantastike në skenë. Por ditën e djeshme, kënga e tyre nga YouTube-i u bllokua, do të thënë nuk është fshirë se po të klikoni te kënga del privat, do të thënë kënga është kthyer në privat, do të thënë e kanë bllokuar si këngë, jo se e kanë hequr nga kanali zyrtar i YouTube-it, dhe fotografitë e tyre u fshin krejtësisht nga Instagrami. Me njëherë pas këtyre ngjarjeve, do me thënë filluan lëvizjet në rrjetet sociale, Egli Tako poston një fotografi me simbolikën e shqiponjës dhe Fifi poston video duke regjistruar të rinjt në për rrugët e Tiranës, të cilët po festonin, po kremtonin, po bënin tifo për kombëtaren shqiptare. Dhe pikërisht këtu nisën edhe dyshimet. Nga të gjitha hulumtimet që kanë bërë miqtë të mi të nderuar, që kanë hulumtuar, që kanë pyetur, që janë interesuar në fakt se çfarë po ndodh me këtë dyshe, se çfarë po ndodh me këtë marrëdhënie, kanë arritur të kuptojnë që kjo marrëdhënie siç duket është shkatruar. Dhe shoqëria e tyre, siç kuptohet, ka përfunduar. Egli po menaxhohej nga SBS, një kompani e njohur në tregun shqiptar, e menaxhuar kryesisht nga Jetmir Agaj, dhe Gjesti po menaxhohet nga 316 Music, një studio tjetër, një kompani tjetër e njohur, e cila është në menaxhimin e Bonartit. Siç duket, problemi që ka nisur në këtë mes, le ta quajmë një problem, ka qenë në pikpyetje të klikimeve të këngës apo të lekëve të fituara. Tani unë nuk dua që ta besoj se gocat kanë hyrë në zënka apo menaxherët, konkretisht se jo se Egli dhe Fifi, menaxherët kanë hyrë në zënka për klikimet. Por pikërisht arsyeja pse kanë hequr fotografitë, se në qoftë se nuk do të kishte patur problem Fifi dhe Egli, do të thënë këto dy mike të kishin patur problem vetëm menaxherët, unë mendoj që e kaluara apo bashkëpunimi i tyre do të ishte aktiv dhe fotografitë do të qëndronin, po siç duket, zënkat kanë nisur tek Fifi dhe tek Egli, ku më pas kanë përfunduar tek menaxhmentët e tyre. Do me thënë, janë disa amendsime që fliten lart e poshtë për këtë ngjarje, thuhet që Egli tashmë do të vazhdojë tek menaxhmenti i Gjestit për të vazhduar karrierën e saj. Nuk ma merr mendja që Egli ka qenë e pakënaqur nga ky menaxhment, se po të ishte e pakënaqur, nuk do të vazhdonte me intensitet të lartë punën. Egli ka pas punuar me shumë intensitet. Okej, nuk është sukses për një artist që të publikon këngën edhe të heqën këngën nga YouTube-i dhe të fshi gjithçka dhe mos ketë asnjë lloj shpjegimi, por vetëm fshirja e fotografive ndoshta tregon çdo gjë. Një lëvizje e njëjtë që ka ndodhur që të çon të dyshosh, më thënë është kjo lëvizja që Fifi dhe Egli bëjnë gjërat e njëjta. Tani, a e kanë bërë këtë gjën
për vëmendje mediatike që të marrin vëmendjen edhe të komentohet marrëdhënia e tyre, edhe të jenë në qendër të vëmendjes, edhe të flitet për to, edhe të shkruhet për to, unë nuk dua ta besoj këtë, sinqerisht nuk dua ta besoj. Por edhe nëse kjo është e vërtet, atëherë do me thënë kam bërë përzgjedhjen më të gabueshme të mundshme për të ardhur në skenë. Por nga të gjitha informacione që kam unë, Egli do të nxjerrën disa këngë të tjera, do thënë ka një bashkëpunim me Albosin, njëkohësisht ka dhe një bashkëpunim me Gjestin, si thuhet, dhe nga ato që thuhet që Gjesti ka patur probleme me menaxhimet e mëhershme, do me thënë këto janë thashë theme, Egli ka qenë pjesë e atyre menaxhimeve, do me thënë rezulton që Egli tashmë të largohet nga ky menaxhment dhe të shkojë në menaxhment tjetër. Se sa benefit është kjo për Eglin, se sa mirë i bën kjo Eglit, do me thënë nuk i bën mirë, sepse vetëm fakti që të bëhen ndryshime të shpeshta është dështim, por unë uroj që marrëdhënia mes Fifit edhe Eglit të jetë një marrëdhënie e vazhdueshme, të jetë një marrëdhënie mirë shoqërore, edhe pse nga fotografi që janë prishur në rrjetet sociale, do me thënë është e kuptueshme më që shoqëria e tyre ka përfunduar dhe ato të dyja nuk do të jenë më shoqe, por gjithsesi uroj që kjo të jetë një lloj mekanizmi, lëvizje mekanizmi, vetëm për faktin që ato të marrin vëmendjen e merituar, sepse ndoshta sipas tyre kënga nuk arriti të bëhet hit, sepse kënga nisi me probleme. Njerë pati vonesë të madhe shumë në publikim, do me thënë u tha për në orën 18, doli në orën 22, tani mund tjetë problemi të klipi, sepse ishte një klip i shumë shpejtuar, do me thënë shumë shpejt u punua si klip. Me njëherë u punua si klip, as coming soon nuk ishte, do me thënë, coming soon ishte i nxjerrur i xhiruar me telefon nga ekrani i kamerës, u pa që ishte një këngë që u bë për klikime, shpejt e shpejt ta bëjmë. Do thënë, u komentua shumë si këngë që do të sjellën Fifi dhe Egli një këngë, dolën dy këngë, pastaj dolën si dy këngë të bashkuara, do me thënë, u fol njerë që do t'jenë dy këngë për dy kanale, do me thënë ishte një lëmsh që u bëj që në fillim në këtë projekt, dhe zakonisht gjëra që nuk shkojnë që në start nuk kanë sukses, por unë besoj që Egli do të ketë sukses të merituar dhe Fifi me patjetër në ditët në vazhdim, se në asnjë mënyrë kjo gjë nuk është se e ulën vlerën e Fifit si artiste, përkundrazi, do të thënë nuk është hera e parë që bëhet, nuk është fundi i botës, ka patur shumë artistë të cilët kanë bashkëpunuar dhe në fund bashkëpunimet e tyre kanë përfunduar dhe pikërisht kjo është historia e cila në fakt vjen atë rënditi të gjithëve. Këto janë amencime, do të thënë dyshimet janë që menaxherët kanë patur konflikt interesi dhe tani do të shohim se në menaxhmentin e kujt do të vazhdon Egli Tako.